pyetja mbetet gjithmonë, cilat janë marrëveshjet që do zoti Berisha tani dhe cila është ambicia e zotit Berisha në këtë moment që jemi. Është ambicia e tij për të kthyer në 2029 si kryeministër i vendit? Nuk e besoj. Është ambicia e tij për të Po përse jo, ka ndodhur 2 herë, pse mos ndodhi e treta? Po është ka shumë si thua po bëjnë avokatin e djallit. Po kjo ka ndodhur edhe në 97-ën dhe pas 8 vitesh në 97-ën Berisha ishte dhe ishte situatë më e vështirë se kjo. Në 97-ën Berisha ishte 53 vjeç. Në 2005-ën ishte 61 vjeç. Sot është 82 vjeç po bën dhe në 2029-ën kur janë 2029 që janë zgjedhjet parlamentare do të jetë 85 vjeç. 85 vjeç me gjithë respektin për zotin Berisha, po nuk më duket, domethënë, pra edhe koha është disavantazh nga njëra anë. Shtoj kësaj edhe le të themi të gjitha disavantazhet e tjera që zoti Berisha aktualisht i ka, që kanë të bëjnë edhe në pozicionin e tij në marrëdhënie me ndërkombëtarët, që duket sikur ka një lloj zbutje të terrenit, por letrat janë atje dhe firmat e hedhura vazhdojnë të jenë. Me qemi të ndërkombëtarët, një ngacmim të vogël, po qarkullon shumë, besoj dhe ti e di, një informacion jo zyrtar që në Partinë Demokratike po bëjnë gati për fest. Gati fishek zjarret, java që vjen do jetë javë vendimtare, hiqet në grata e zotit Berisha, po e them unë, informacion jo i konfirmuar, për gjithë ata që na dëgjojnë, dhe hiqet dhe për zotin Vangjush Dako. Mund të ndodhi kjo dhe mund të jetë një fitore ose si do ta interpretoj ti nëse do ndodhi një gjë e tillë. Është një informacion që ndër të paktat raste flitet që është serioz, nuk po them zyrtar, se nuk është. Të them drejtën, unë se kisha dëgjuar këtë informacion dhe unë domethënë gjërat edhe mund të ndodhin kështu siç thua ti, që aty ti hiqet non grata nga Shtetet e Bashkuara. Është më serioz si informacion. Qartë, jo zyrtar, që kuptoj e theksoj prapë që thua ti, po ka një problem shumë të madh që zoti Berisha mund t'i hiqet non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po besoj që në Shqipëri non gratën, domethënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin me vonesë për non gratën e Berishës të krahasim me non gratën që ai kishte në opinionin publik. Pa non grata Berisha ishte vetëm tek ky hardcore i Partisë Demokratike, pastaj në pjesën më të gjerë unë besoj që ai ishte non grata në ambientin publik të shqiptarëve. Kështu që në këtë lloj kuptimi do të ishte një gjë patjetër që do t'i jepte zëmër të vetëve në Partinë Demokratike, po nuk besoj se do t'i ndronte mendjen shumë nga atyre, dhe nuk po flas tani për ata që kanë qenë kundërshtar gjithmonë zotit Berisha, por edhe për ata që duke qenë brenda Partisë Demokratike e kanë parë tashmë zotin Berisha jo më si një le të themi vlerë të shtuar të partisë, por si një barë dhe si një person i cili po e çon në kundërproduktive udhëheqjen e Partisë Demokratike. Kështu që non grata e hequr e Berishës dhe e Vangjush Dakos, domethënë çfarë ndodh? Vangjush Dako po i hoq non grata, kthehet prapë tani në Vangjush Dako ka problemet e tij. Jo, e ka mbyllur me bashkinë, se 3 mandate janë ato. Domethënë në këtë lloj kuptimi duket sikur heqja e non gratës është ta lëmë të qetë në pensionin e tij. Jo, ideja është për të bërë një lloj balanse politike. Më duket më shumë një lloj kompromisi për t'ia bërë më të butë të rreqen, sepse meqense u aktivizua kur vu non gratën, atëherë po ja heqim non gratën me idenë që ky do shkojë në shtëpi. Aktivizohet.